Pra çdo qeveri që do vi në Nga vendi 80 kishim shkuar në vendin e 91. 91, pra si mas Në një vit Parlamentit Evropian. Transparency International. Po. Pra, korrupsioni, dhe unë po përmend dy gjëra. Shqipëria ka tashmë për kaluar si thosh fazën tjetër të integrimit të saj në Bashkimin Evropian, duhet para 3 javësh kur ishte takimi i Këshillit Ministrave të Bashkimit Evropian për çështjen e IBAR-it, pra raportit për mbylljen e kapitujve, e grup kapitujve, duhet të luftoj korrupsionin dhe krimin e organizuar. Dje Parlamenti Evropian kishte 57-58 pika, se nuk i kujtoj saktësisht. Por këto dyja ishin shumë të rëndësishme. Tashti pyetja qëndron se duhet ta lidhim këtë edhe me protestat që po zhvillohen në qendër Tiranës. Pyetja qëndron, nga vjen korrupsioni? Jemi ne si popull që kemi mentalitet korruptiv? Jo. Ne nuk ndryshojmë nga popujt e tjerë, por çështja shtrohet, a e favorizon qeveria me politikat e saj korrupsionin? Unë do thoja po, me plot gojë biles. Po, si? Në 2015 kemi një raport që rrjedh nga OSBE-ja dhe na thot që kryeministri në detyrë i Shqipërisë ka 200 milion euro në offshore. Unë nuk besoj që ka shqiptar ose ndërkombëtar i cili mendon që këto para janë thjesht nga rroga. Pra ky është ajo çështja e korrupsionit. E dyta, krimi i organizuar. Spak na tregon që njëra nga bandat që u arrestua këto ditë të fundit kishte marrë leje ndërtimit 1.2 milion metra katror. Që ishin rizorte, pallate, super luksoze në Tiranë apo dhe në vende të tjera shumë të rëndësishme të Shqipërisë. Po kush i firmos të leje ndërtimit? A ka një sit, se duhet ketë një sit, sepse kushdo mund të kërkojë të marrë statusin e investitorit strategjik, por qeveria, institucionet duhet kenë një sit. Duke filluar nga policia e shtetit, shërbimi informativ, prokuroria. Atëherë, si? Pra unë e thash, në qoftë se qeveria e di sa të ardhura kam unë, sa të ardhura keni ju apo gjithë tjerët, si nuk e di ka sa të ardhura kanë kompanitë që pretendojnë të marrin titullin investitor strategjik, dhe na tregon me fakte, kjo na tregon me fakte 1.2 milion metra katror ndërtime. Dhe kjo është ajo çfarë janë pikat kryesore ku çdo qeveri shqiptare duhet të fokusohet për të ndryshuar të ardhmen e këtij vendi.